Këshilli i Bashkisë Malësie Madhe zhvilloi para ditën e kësaj të enjteje mbledhjen e radhës ku ishin 6 pika të rendit të ditës për të diskutuar. Pas fjalës hapse nga kryetari i Këshillit Ilir Halaj, fjalën e mori antari i Këshillit nga Partia Demokratike Gjovalin Veshtaj. Ai e nisi mbledhjen me një problem shumë shqetësues për banorët, por si duket jo për drejtuesit e bashkisë. I baj Këshillit Bashkiak kërkesë shokëve të lam shpërblimin mujor edhe të mbyllim ato gropat e pedonales se s'po kom hall tjetër, po vinë ata të OSBE-s për zgjidhje dhe po na arzohen. Ashtë marrë, ashtë turp. Prej në hymjet koplikut e deri që vjen këtu, në rast se shkon Saran, nuk ja ban makinës që i ban në pedonalet koplikut. Kur, ku janë nën kryetar, 2 nën kryetar, 3 nën kryetar dhe kryetari. Kur do të veni dorë se fundi është lanë për Këshillit Bashkiak për riparimin e pedonales. Kur? Pas kësaj, mbledhja vazhdoi me diskutimin e pikave të tjera të rendit të ditës, të cilat u miratuan nga këshilltarët përveç disa votave kundër nga opozita.